Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazërit të nderuar, para se më janis temës së fikut, ku jemi të folë për kapitullin e haxhit, sonte para kësaj teme do të flasim pak për duhanin, konsumimin e duhanit. Se çka është duhani, a është mekruh, a është haram, apo ku e diune, më thonë fetvat që qarkullojnë mesin e muslimanëve. Duhani është e njohur tek njerëzit me logjik që janë të shëndosh mentalisht që se ajo që u sjell dobi duhet të kërkohet. Apo, më thonë, nëse njeriu është i logjikshëm, secili prej nesh e kërkon ajo që është e mirë për organizmin, apo. Ndërsa vazhdon autori i librit dhe thot duhet të kërkohet, ndërsa ajo që u sjell dëm duhet të flakët. Megjithëse gjykimi i njerëzve sa i përket këtij dëmi dallojnë, njerëzit dallojnë. Disa thonë jo bën mirë, disa thonë jo bën keq. Apo, mirë po na kemi një hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam, çfarë thot? Halali dhe harami janë të qarta. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, vllazni, a ka pas duhan? S'ka pas. Nuk ka pas duhan. Dhe për atë arsye, përderisa s'ka pas duhan në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, çështja e duhanit është pak problematike, po themi kushtimisht, se nuk ka tekst veçantë të posaçëm në Kur'an edhe në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Bukur, plot harame, dietarët kanë thënë janë harame, dietarët bashkëkohor apo ndër vite, ndër shekuj me radh, nuk kanë qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam, po kanë thënë se është haram. Për shembull, në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, a ka ekzistuar droga siç është sot? Nuk ka pas. Cili musliman, cili besimtar, cili dietar i ehli sunetit thot që droga është e lejuar, asnjëri nuk thot. Përpos kemi disa domethënë hulumtime që i bëjnë mjekët shkencëtarët, kur është në domethënë dozimet e caktuara specifike që i kanë lejuar, apo çush janë, se është doktori këtu, sedativat, hipnotikat e gjitha këto gjëra, ato që kanë një pjesë të drogës, apo mirë po, në përgjithësi këto drogat që janë, që abuzohet, këtë thënë janë haram. Apo, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, halali është i qartë, harami është i qartë. Ndërsa midis këtyre dy gjërave ka sene dyshimta. Apo thon, ka sene të dyshimta. Thot, të cilat nuk i din shumica e njerëzve. Shumica e njerëzve bin çat dyshim, se nuk e din. Apo mendojnë që nuk është haram. Mirë, po kush e ruan, kush largohet prej këtij dyshimi, e ka rujt fen me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë e dobishme është halal, ndërsa çdo gjë e dëmshme është haram. Janë disa gjëra që janë të qarta, që secili njeri nuk ka nevojë me thonë apo me kërku një tekst veçantë prej ajeteve dhe haditheve dhe me thonë që kjo është haram. Se e din, është normale. Secili njeri logjikshëm thotë që droga nuk lejohet. Alkooli nuk lejohet, zinaja nuk lejohet. E gjitha këto gjëra se janë të qarta për një njeri të logjikshëm. Për shembull, a mund të themi që helmi është i dobishëm? Se cili e din që helmi është i keq vëlla. Mirë, po secili thot nënën tjetër që mjalta është e mirë. Dhe nuk hen në kategorinë e gjërave që janë të ndaluara apo të këqija. Ndërsa ndërmjet tyre ka shumë gjëra, dobia apo dëmi të cilave nuk dihet përveç ata që kanë përvojë në këtë gjë. Edhe u hulumtojnë gjërat. Historia e shfaqjes së duhanit. Duhani vllazni është shfaq për herë të parë 1492. Para sa vjete? 700 vjete, 600 vjete. Para 600 vjete është shfaq duhani. Kur disa tregtar spanjoll kanë gjetur bimën e duhanit edhe në kohën kur u zbuluar kontinenti amerikan. Çatëherë kur u zbulu kontinenti amerikan, është zbulu edhe duhani. Pastaj është përhapur në Evropë me një shpejtësi shumë të madhe në shekullin 16 dhe ka vazhduar thot kështu deri me ardhen e mbretit të parë britanik Jamesit, që ka bërë një luftë të pa kompromis kundër duhanit. Një luftë të pa kompromis. Thot çfarë, si dhe shpërndohu thot broshura kundër duhanit në vitin 1604. Gjithashtu mori vendim të prerë dhe të frikshëm me 1634 kur thuhet, ai cili përdor, ai cili pin duhan, blen, shet, dënimi për të është me rrahje, prerje të hundës edhe burgim ose edhe me vrasje. Çfarë dënim
jashtëzakonisht i tmerrshëm, me prerje të hundës, para mëna. Vetëm me ndalu duhanin. Në shekullin 17, Danimarka, Suedia, Greqia e shumë vende të tjera shpallën dekrete për ndalesën e duhanit në mënyrë të prerë. Për herë të parë në vendet islame, duhani u paraqet në fund të 100 vjeçarit të 10 të hijretit dhe kush e kanë pru? E kanë pru të krishterët. E kanë pru të krishterët në vendet muslimane. Cilat janë substancat përbërëse të duhanit? Para se me i tek ajetet, pju kallëzoj se çfarë autori i librit ka sjell, çfarë substanca ka që ky duhani. Nuk është e vërtetë që ka vetëm nikotin, ka plot gjëra tjera që sonte shkurtimisht do t'i përmendim. Thot, duhani përbëhet nga një numër i konsiderueshëm lëndësh helmuese. Thot, dhe nuk është që përmban vetëm nikotin, po i ka dhe lëndë tjera. Një, gazi oksidit të qumyrgurit, i cili është i njohur për aktivitetin e tij helmues. Paramendo, qumyrguri, substancë plumbi të rënd helmues që ngjitet, të cilët trupi i njeriut nuk ka mundësi mi sekretu. E treta, benzobirin, për të cilët s'ka mos pajtim mesin e doktorëve mjekëve që është shkaktuesi i kancerit. Nikotina është aq substancë helmuese vllazni, 50 mg me bë me përdor që to për një shkakton vdekje. E tash merrni ju me mend se çka është cigareja. Nëse 50 mg mirët prej cigareve, se nuk ka 50 mg ajo cigare nikotina aty. Mirë, po 50 mg nikotin shkakton vdekje të menjëhershme. Pastaj plenium i cili përqendrohet mushkrit e konsumuesit, i cili ja shkatron ato. Katran, një substancë e verdhë, katronin zatën shkruan aty. Katran nikotin shkruan aty. Një substancë e verdhë ngjitëse dhe thot shkakton zverdhjen e dhëmbëve. E ki po cigare gjit i kanë domethënë të zverdha dhëmbët dhe qelbëzimin e mishit të dhëmbëve edhe gishtat. Këtë substancë sheh edhe vetë konsumuesi në filterën e cigares. Arsenik, një substancë që përdoret për vrasjen e insekteve. Përmbajtja e tij është 10% dhe ai shkon drejt mushkrisë realisht. Përmban edhe një përqindje të alkoolit. Thot shumë substanca të ngjashme që përdoren për ruajtjen nga çka? Nga lagështia. Se duhet me rujt atë cigaren, apo? Diqysh duhet me rujt. E për me rujt vendoset alkooli. Dëmet e duhanit. Dietari Muhammed Abdul Ghaffar në librin e tij të titulluar 99 dëmet e duhanit ka qartësuar se duhani është shkaktar i më shumë se 99 smundjeve. Tash cilat janë ato smundje, Allahu e di mas miri, mirë po aq shumë ka domethënë smundje. Doktor Salahuddini, doktor i nervave në Egjipt, neuropsikiatër, thot nëse njeriu bëhet skllav i zakonit të duhanit, thot ai ndikon negativisht në shëndetin e tij, thot shkakton rrahje dhe domethënë dhe në qarkullimin e gjakut ka rrahje të shpeshta të zemrës, të cilat shkaktojnë marrje mendsh her pas here kështu me radhë. Domethënë nëse aparati nervor ndikohet nga duhani, atë konsumuesi i tij ndjen therrje, mpirje të gjymtyrve dhe dhimbje të nervave. Argumentet tash po dalin tek ndalimi i duhanit. A ka argumente specifike vllazni? Nuk mundesh, dikush mund të më ardhë dhe me thonë, unë po them me kru është. Hajde bëjmë argumentin ti nëse thu haram. Haram duhet me pas argument qartë prej Kur'anit, apo kat'i kështu në mënyrë të prerë. A ka në mënyrë të prerë? Jo. Mirë, po Allahu i ka dhënë disa ajete që deri në ditën e gjykimit, që ato ajete argumenton ulemaja kur dalin gjëra të reja që njerëzit i shpikin, i zbulojnë realisht. Unë kom qef me thonë ma mirë vllazni, shkencëtari zbulon, nuk shpik. Shpik si kush është? Allahu azza wa jall. Nëse deri dje nuk është ditë për një smundje të caktuar, a do thot që nuk ka ekzistuar ilaçi për me e shërua ato me kuru? Jo, ka ekzistu. Ti çfarë ki bë veç e ki zbulu ato që Allah e ka shpik paraprakisht. E shumë gjëra që janë nën toksore, apo që i shpikin sot asaj dite. Unë shpesh e them që në Kosovë është një substancë apo një lëndë apo çfarë më thon që bëhen këto telefonat, smartphone, këto telefonat që janë me gishta.
më thonë ajo gjindet në tokë. Veç para 15 shekujve mja quat London një sabiu. A kish mujt me ditaj për çka është ajo? Jo. Mirë, po mas 15 shekujve sot shkenca, apo sot e hulumtojnë dhe i bëjnë këto smartphone, dhe më thonë me touchscreen. Bukur, duhani nuk ka pas ekzistuar në kohën e pejgamberit a.s. Megjithatë feja madhështore jon thot ka baza të përgjithshme dhe këto i mbështet në Kur'an dhe në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni ajetin kuranor në surën Al-A'raf 1:5-7. Ai i udhëzon ata për el ma'ruf, çdo vepër të mirë, dhe ndalon nga të këqijat, munker. Bukur. I lejon atyre e tayyibat, të gjitha të mirat prej ushqimeve. Ju lejon gjërat e mira prej ushqimeve. Bukur. Dhe u ndalon si të paligjshme el habaith, të ndytat të pakëndshmet. Mirë. Duhoni, a është gjë e mirë prej tayyibateve, prej gjërave që të bën mirë? Nuk është. Atëherë ku po hin? Po hin te pjesa tjetër e ajetit. Çdo gjë që të bën dëm, apo hyn te këto gjërat jo të dobishme. Ajeti më sipër tregon qartë për lejimin e gjërave të mira dhe normalisht nuk dyshon asnjë i mençur që duhani thot është i mirë, edhe ai që e pin e din që është i keq. S'ka njeri në dynjë që thot është i mirë. Për shkak të gjërave të pakëndshme nuk u pëlqejt era apo shija, të cilët i gjen këto cilësi tek duhani, dhe po ashtu ajo lënda e verdh që i lë mbi dhëmb, apo edhe në gishta, domethënë që bëhen gishtat e verdh. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot: "Por mos shpërdoroni kote pa vend si shkapërdor." Vërtet që dorë shpuarit, shpërdorues janë vëllezër të shejtanit dhe shejtani është vazhdimisht mos mirënjohës, mos falendërues ndaj Zotit, por mos shpërdoroni sepse ai nuk i do shpërdoruesit. Çka ke bëti me duan që e ki harxhu pasënin tënde? 3 euro, 2 euro një paqet në ditë, 6-7 euro në muaj, 2 paqeta, llogariti sa pare kemi i harxhu. Po. Do më thonë ti e ki shpërdorua atë pasunin, ndërsa ditën e gjykimit Allah subhanahu wa taala ka me të marrë llogari për atë pasunin se ku e ki qu. Pejgamberi a.s. ka thonë: "Dhe ju rrejnë prej jush thashë themet, pyetjet e shumta dhe humbjen e pasurisë." E që kjo është pjesë e humbjes së pasurisë? Duhani është pjesë e humbjes së pasurisë. Pa dyshim, shpenzimi në duhan është humbje pasurisë te prim dhe harxhim, thot Muhamedi a.s. po ashtu hadithin tjetër. Shikoni vllazni. Me hongër kep dhe hudra është haram? Jo. Haram është me shku në xhami nëse ki hongër hudra dhe kep. E paramendo ti me cigare? Atë lejohet me shkujera që të vjen cigare? Nëse njerëzit irritohet edhe kush? Edhe me lajket. Largohen prej te edhe me lajket. Nëse e përdor duhonin. Pastaj thot, kush ha qep apo hudhër, të largohet nga ne, të largohet nga xhamit tona dhe të qëndrojnë në shtëpinë e tij. Dietarët e kanë, domethënë e kanë bërë qiyas, kanë bërë krahasim me qepën edhe hudhrën me cigaren. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot: "Dhe jepni për në rrugt të Allahut e mos e shkatroni vetveten dhe bëni mirë, siç e mësuam, duhani çka shkakton? Smundje." Allah e po të thot, mos e shkatro vetveten. Wala taqtulu anfusakum, mos e mbytni veten e juaj. E cigaria atë shkakton kancer dhe kanceri është një prej shkaqeve që njeriu vdes. Po ashtu Muhamedi a.s. ka thonë: "Kush merr helm dhe e mbyt veten e tij, ai do të shijojë helmin e tij në zjarmin e xhenemit për gjithmonë." A mësum që duhoni është helm? Që hadithi. Kush merr thot helm dhe e mbyt veten e tij, ai do ta shijojë helmin e tij në zjarmin e xhenemit. Po jo pse s'po mirët vesh aty. Po pjesë të helmit ki aty. Ose me një herë vdesish, ose një periudhë pak më të gatë. Ama helmi jetu morti. Tash kjo i bjerë vllazni sikur me thonë, ata disa që thonë, masosjet e disa që thonë që ka një deci me pinë mëngjes, so problema, po kupton. Një deci alkool, pse se pak është. Se kjo është e mirë për shëndetin. Që është e njëjta gjë është edhe me helmin që është në cigare. Helm është ajo. I mirë i keq është helm. Apo
pak apo shumë është helm. Dhe siç dihet, duhani përmban substance helmuese të shumta, kështu që konsumuesi i tij kryen një vetvrasje të ngadalt në konsumimin e tij dhe bien kundërshtim me hadithin e pejgamberit alayhisalatu wassalam. Po ashtu Muhamedi alayhisalatu wassalam ka thënë, nuk lejohet dëmtimi i tjetrit dhe as kthyera e dëmit në dëm. Mirë, ti që pin cigare aty, ose gruaja më konkretisht, nëse sidomos në ato 3 muajt e parë organizeniza kur e pin cigaren, para më çka i bën frytit. Çka i bën frytit? 3 muajt e parë tamam të u bë organet aty, veç kjo pin cigare aty. Dhe nëse si mi dhon ushqim të mirë, ai jep cigare. Atëherë përveç se po e dëmton vetveten, mushnit e veta e këtë trupin, kanë po e dëmton tjetrin. Po e dëmton edhe fëmijën e vet në bark. Çka ka faj fëmia Allah? Tjetra, nëse ti pin dhomç aty, e keni pa nëpër udat të na kur janë përpara, kur u bëjë si avull, kështu u bëjë ajo, si rese, avull, çat shumë. Tash nëse edhe ti nuk pin, ti jetu e mora të ajra aty, subhanallah, atë cigare. Andaj bie që në këtë rast ai që pin cigare, në një është i bu haram Allahut. E dyta pasunin peqon në haram. E treta po e dëmton vetveten dhe e katërta po e dëmton tjetrin. Që të katërtat për një moment jetu i bo, me njëherë. Me njëherë jetu i bo. Po ashtu, pas gjithë kësaj, nëse njeriu bëhet mendje madh dhe nuk pranon argumente që përmendëm dhe qartësuam më lart, le ta ketë frikë Allahun për veten e tij dhe le të largohet prej gjërave të dyshimta dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë halali është i qartë dhe harami është i qartë, mes këtyre dy gjërave janë çështjet e dyshimta për të cilat shumica e njerëzve nuk kanë njohuri, kushdo që shmanget çështjeve të dyshimta ai e ruan fen dhe nderën e tij. Dhe për fund e kemi opinionet e 4 methebeve. Methhebi Shafii thot e kanë konsideruar të ndaluar duhanin. Methhebi Maliki përmend Kenun Muhashi, i cili thot shumica dietarë bashkëkor janë të mendimit se duhani është haram, i ndaluar. Hanefit prej tyre përmendi Muhammed el-Aini, i cili ka shkrime për ndalimin e duhanit. Po ashtu dietarët Hanbeli janë të gjithë në mendimin se duhani është i ndaluar, përveç ndonjë personi të ndarë nga grupi, fjalat se nuk merret në konsiderat. Dhe a e dini se Kuvendi i Ministrave Arab të Shëndetësisë në seminarin e 5 mbajtur fillim të vitit 1980 në Tunis, thot aprovoi fjalin kërcënuese të mëposhtme, thot duhani është shkaktari kryesor për përhapjen e kancerit, sëmundjeve të mushkive, sëmundjeve të zemrës dhe arteriosklerozës e kështu me radhë. Dhe një broshurë që e kanë shkruajt aty, thot një cigare është e barabartë me anginën plus paralizën plus tensionin e lartë gjakut plus kancerin, në fund vdekja. Edhe deri në takimin e radhës. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.